Deri tani nuk ka pas kontakte të drejtpërdrejta mes dy palëve, aq më pak ndonjë ofertë konkrete që Alianca për shqiptarët e udhëhequr nga Zjedin Sela të bëhet partner i ri qeveritar. E gjithë kjo reduktohet në biseda jo formale të tipit pse të mos bashkoheni me ne, ku po testohet terreni nga koalicioni qeveritar, kryesisht nga Vlen, se sa ka hapësirë që ai të zgjerohet me një lat të ri të përfaqësuar në kuvend. Këtë për fokus e bëjnë të ditur bërime nga krau i Aleancës së Selës, si një lloj reagimi ndaj qendrimeve të njërit prej bashkëkryetarëve të Vlenit, Bilal Kasami, të shprehura mbrëmje një intervistë televizive. Në të Kasami tha se ka disa sinjale që Zjedin Sela mund të bëhet pjesë e qeverisë, por kjo do të ishte me kushte të caktuara. Por në emisionin On Time në televizionin Koha, përfaqësuesi i Vlen, Blerim Sejdiu, tha se vetë Zjedin Sela duhet të vendosë nëse do të jetë ose jo pjesë e qeverisë. Sipas Sejdiut, deklaratat e fundit të Selës mbi këtë temë janë konfuze. Mirë, Zjedin Sela do të vendosë aja do i marrim ne, jo ne. Domethënë, ai do të vendosë, ne nuk është i qartë Zjedin Sela. Domethënë, është me një deklaratat, 3 deklaratat e fundit, ai është konfuz. Domethënë, qartë, ne të thotë, çka don. Unë mendoj se nuk e dinë çka don ende. Kur do e kuptoj çka don ai, do e kuptojmë edhe ne. Domethënë mendoj shumë e qartë. Por përderisa ai nuk e kupton çka don, nuk mund të pret ta kuptojmë ne çka don ai. Ai duhet na tregojë neve çka don. Tani ka një frazë e përdorur në Shqipëri, thuhet pjo. Domethënë nuk duhet të shkojmë në drejtim, do të thotë o po, o jo, pastaj ne do e shohim se si do vlerësojmë tutje. Ndërkohë nga Alianca për shqiptarët e Selës për TV Koha thanë se nuk kanë koment për këtë çështje. Megjithatë, sipas burimeve të televizionit ton, lidhur me lëvizjet e ardhshme politike të Aliancës për shqiptarët të Zjedin Selës, aktivistët e kësaj partie do të njoftohen pas kongresit partiak, që pritet të mbahet së shpejti. Krau i Aleancës i udhëhequr nga Zjedin Sela aktualisht numëron 3 deputet, përveç Selës, aty janë edhe Ilir Edauti dhe Elmi Aziri. I katërti, Ilir Demiri, disa muaj më parë u largua, fillimisht duke u shpallur si deputet i pavarur, ndërsa shpejt më pas i u bashkua pjesës Aleancës që merr pjesë në koalicionin qeveritar të udhëhequr nga VMRO të PMN-ja.